Puna marrë o burë. A u lodhe? Marë pasjo. Po, shumë me qef për punon ketar. A jo që është ta? Jo marë burë, nuk ashtë toka ime. Po? Unë e punoj për një kafshat gojës. E mirë. Mirë që besa. Qenë se gjohë shumë. Që besa bo. Po, sa po të pagujmë për këtë punë? Për këtë punë, që punoj une 4 lira. Shka po thu bre burë, 4 lira. Po shumë pak, shka ban me këto 4 lira. Po bile të them, jam pak po mjaftojnë, bile edhe më teprojnë. Teprojnë? O burë nuk po të marrë vesh. Që 1 lirë e shpenzoj për jetën temë. Po? 1 lirë loj borgjën temë. Po? 1 lirë ja borgjë të tjerëve, edhe 1 lirë e shpenzoj për rrugën e Allahut. Po. Lumë ti që po më ndonë për Zotin. Pa Zotin ta bom të kabul o burë. Amin o burë, amin. Prej punës nuk i zarar kur. Pse kanë thonë, kush punon, fiton. Haj për të mirë. Hajde për të mirë. Po, ti më përzive edhe nuk mora vesh lira, borgje, bolë për mdalin, nuk mora vesh kur gjojit. Masi po më vejt, edhe po t'kallzoj. Lirën që shpenzoj për jetën teme, është lira që ushqem unë dhe bashkëshortja ime. Lirën që paguaj borgjin tem, është lira që hargjoj për nevojat e prindeve të mi, babën dhe nanën, që më kanë eduku edhe finansu për mu kër unë këm pas nevoj. Ato tani janë të paftë për punë dhe unë u akthej borgjin. E lirën që jap borgj, është lira që shpenzoj për fëmijët e mi, që duhet ato më kthejnë kur unë të plakën. Lira që hargjojnë në udhën e Allahut, është lira që hargjoj për 2 motrat e mia që janë të smota. A më kuptova mikë? Po. Ditën e mirë. Nga tjeta o burë. Të nga ti... Oq, si je? Që mirë? A je mirë, si po kalon? Besa mirë. A je lot? Ja. Ja banxhia? Ja, po, pleqnia, djetë. Mirë shumë, Po, mirë shumë. po më që ditë, shka e tu matë, shka ki dalë në këtë tarë. A më s'ke vendosë di shka helbete? Jo, bac, kjo tokë është e babës tem, po kone tina, po a i ka ndru jetë, edhe tash po du me shit krejt, se nuk ka kana vinë, na kalon pare për 1000 vjetë me jetua. Shka e të thonë be? Po, bac, na kalon pasuni shumë, edhe po menoj me shit tanket këto. O burë, toka kur nuk desë. Po ky vend ka na altan vend bre, nuk shitët, po ti duket me siguri paske ndë një zërë, mos ke vendosë me dalë. Ja, këtu jetoj bacune, këtu banoj, po kemi vendos me shit tokën, se thash që kemi pasuni bal, bac, kemi tokë bal. Po bre, po mu që di po vjen, ki ven altane me shit, me siguri e pasni një halë jo. Qashtu na faka, bac. Na faka, po nuk ban me rëziku. Thash njerë, mos harro se toka kur nuk vdes. Mos shpejto me shiqa shpejt. Po. Bovsh ditën e mirë, bac. Bovsh ditën e mirë, se duhet me mat hala, kom punë shumë që besa. Mos harro se... Ja. Malli kur nuk thejet. Po. Ajo që fitohet. Po. Bovsh ditën e mirë, bac. Miru pafshim.
Miro pafshim. Edhe lidhe menën pak. Mendo pak. Po, bac, po. Nga qeta o birë? Nga qeta. Shkaj pas ke varë hunë të birë? Qfar halit pas ka zanë? Ma si po vetë po të kalëzoj. Ma mirë me të dekë se sa me nejtë gjallë që shtë. Shuj be birë. Po, me sa duket, ti të pas këndë një halë të madhë. Mos vetë ma mirë. Ama ngo këtu, jepi vetës gajrat. Nëse duhet borç, këtu janë. Po, a mujtësh me mi këthi? Për çfarë borxhi po fol pash një zot? Ball borxhe kam për mi krikam. Nuk po muj ma. Kujtohet se sot ishte një gjallë që dhe ke me shit tokën e babës. E po, une po ta mundësoj me bleja tokë. Ti punoje edhe fitoje. Manej, kur të fitojsh, atër ma këthen borxhin. Nëse ma banket mirë, por bes kur për jetë nuk të harroj. E birë, e mira me të mira këthejet. E po, unë po ta mundësoj me bleja tokë. E ti, punoje, edhe fito. E kur të fitojsh, atër, dal nga dal ma këthen borxhin. Për bes me ma banket mirë, tanë jetën së të kësha harru kur. E mor birë, nuk kanë thonë kotë. E mira me të mira këthejet. Prandaj, heke këtë gajle. Qash muj me bo, po i shala më këthejet në qëtërën dë një. Urdo, meri birë, meri. Meri heke gajlen. Uff. Nga jeta o mek, si e? Tu nga tjeta, mirë jam, mirë, po... Une po mdo këtë bre, thash diçka ty, thash që mos mo enë mo kënej parë nëse... Kalzova që jom të e shit këtë farë tokën. Po mirë më kalzova, po qatë mund ka marrë dhe dhane, me e ble që tokën, tanë këtë tokën që e kje këto. Hajde, me qka po do me ble Allah hile ti këtë farë tokës? Ti vesh prej këtë punë, a do me e shi tokën ajo? Ja, unë për me shit e kam. E po mirë, për lira, sa kushton kalzon krejt, mos o mërzit ti për këtë punë. Kjo tokë për momentin ka me të kushtu 200 lira. Ja, shumë nuk i ban 200 lira kjo. Ja, e prej pak ma poshtë pak. Ma poshtë, ha? Prej ma poshtë pak. Po hani bre mere për 150, hajtë, ja pa fshajrë. 150 po thua? 150, ja pa fshajrë. Ma poshtë? Ja, nuk moj, ja. E po... Hajde, ja pa fshajrën e vëti. Hajrë paç, falinderit, e gëzofsh brez pas brezi tokën, e ja pa fshajrën, sa t'jeshe gjallë ti edhe familja jote. Faleminere sot për ti, ja pa fshajrën lirave edhe ti. Falinderit. Hajde me të mira, e sone. Bash ditën e mirë. Ajde.
Nga gjitha mik. Nga qita, A u lodha heqa jo. edhe pa u lodhja. Po ditët po hecin, po kur po afrohet rruga, po më hecet këtë lodhmja. Po. Po t'ja gjete punë, hala jo. Ja. Sa e pronarjem, po do me moni roktar tjetër, e dashta me ta nxit durën. Po, a? Vaj, drejtën me thanën, ti e din me ato derte, me halle që i kam pasën, edhe dola një ditë jashtë, të folë vetë me vetë, kështu, tash mos të më shofin gruja, fëmija, me këtë ato derte që i kam. Edhe tu ne që të jashtë, më kaloj një farë njëri për para, po më përshëndet, tu nga qeta, thash. Tha qfar halli kje, qfar derti, edhe drejtën me thonë janë mrova këtë pik për pik, thash, këtë. Edhe ma zgati dorën, mi tha do lira, tha, ngom tha, meri tha, këto i ki për mu, tha, i mu tha, edhe tha, heq mos ki dertë. E këshira mirë, holle, kush është ki njeri, kur njësë që kësha pa. Mi dha ato lira, heq pa më njoftë muhe. Hajde de, Për bes po, më kalzoj, tha, një farë personi, tha, më të qetha e shet një tokë, tha. Qetha mere qëto lira, shko bleje, tha, tokën, tha. Punoje, tha, tokë, mirë, tha, mas një kohë, tha, si të bajsh, tha, ma këthen, tha, borxhin. jetu më habit, mu nërë dikush, e mi t'i dhonë gjitha të lira. Për pes, që di? Me dha lirat, pa u mendu as një minut, edhe beso që jam të menu ku shka ki person se më ka shtin, borxhlim ka shtin. Mos ki dertë të mikë, ka dosh me të ndimu. Se ndoshta, kur vjen vakti, edhe ti kërkon ato lira. Por bes nuk e di se ku shka ky njeri. Po ngon këtu. Unë e ka marrë për një punë tjetër. Çfarë punë o mikë? Këtë tokë që e kam ble, e menova gatë, edhe thash t'i këshim hi të di unë e t'i bashkë. Mos t'ba më marrë rëgtar të uj. Për bes, jetu më habit. Go këto. Mos u ngushto për këtë punë. Veç kallëzon ti apo, ajo. Masi po thu ti, atëherë po. Për hajrë na koftë. Hajde për hajrë na koftë. Hajde inshallah hajrë e doftë. Hajrë inshallah. Mi mroma shokë jem. Mirë mbroma mik, mirë se ke ardhur. Thak, jam menduar sot edhe për atë punë ku marrë. Kaluan 4 vjet, ai borxhlia jet që bëu dhe imi, nuk erdhi me mor borxhit. Përbes edhe mu më ka shqesu kjo punë. 4 vjetë të banën. Pa i farë djali me i hanës, më tha që e kanë pa një farë personi të ka përsik në e ka katuni, po thash helbete mos në shtaj. Unë nuk e di. E kjo punë, atë më qesu, po du të miro mas. Po, do të me zgjedh këtë punë. Sa ma shpejt, është më mirë. Ndale o mik. Të nga qeta o mik. Të nga qeta. Nuk e di sa po të kujtona, po para do kohë mi ki pas dhënë do lira borxh. E kaloj si shumë kohë, e kalon vite, po borxhin nuk ma lyp asnjëherë. Po. Shumë mirë po më kujtohet. Po, baba jot, më pa thonë, po sho që jam, unë nuk jam mirë me shëndet. Nuk i dijet punës teme, atë të jem gjallë. Edhe ma la manet, tha atë borç, të lutna mos ja jep djalit. Po, se ai, ato pari i banë rushe kumbla. Po
për t'lus borgjin që ki me më dhanë. Ja jep dhe një halëgjit ma mirë se sa djallit tem. O birë, unë po du me qu amanetin e babës tam ven. Ato pare tha, ja jep dhe një halëgjive. Prandaj, ju presot nuk keni kur farë borgji. A më rëdvesh? Përbes tash më keni u këtu. Ajo toke ishte e pronarit tem. Djali ju vetë vra, edhe familja i met si ama keq. E po, pra, ju e keni për detyr t'i ndimoni atin e fukarave, që kanë me jetima të fëmijë. Për pesë me për na utan, me këto fjallë. Ne me jemi bo shok, se toka që punom, kemi punu e kemi fitu bob. Po, plakit e t'ja qëna fjallën ven. Po vamik, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Qashtu, mos e harroni amanetin e babës. Atak, a unë mi se që pese mi do pak. Përbes mire kish me përshu pak se na ka metë edhe pak unë na ka metë. Jo, ofa jemi ka shopa, mësë jemi. Atak, më kanë habit fjallë të plakët që mi tha. Përbes më kanë habit edhe mua. O ma era me t'lija, pronari jemi kish pas menu dhe pun bëjegi i larkë. Shka të bëjë kitë pasuninja kish pas lanë djallit vetë. Ama kur qëllon fëmija Dembele s'ki shka i mban. Jepja gjithë pasunin, Dembele është, s'ki shka i ban. Më ma shumë erë keq, kur të në qave të vra. Keq. Edhe fëmit, kanë me tjetima. Bodh keq, edhe për fëmijët shumë keq, edhe për familjen shumë keq. Pa s'ki shka banve, e ka të shkru me pjati nartë. Që besa po. Po. Edhe ishme keni donë. Po, jo, se dita e shkurtë edhe nuk kemi kohë, ma mirë po qomë e pa ecme. Jo, mire kisi, edhe fshati visha afa në shtë edhe. Hajt. Ormik, që afrum të shpia. Po. Unë e po shkoj për pushoj, shko dhe ti pusho. E nesër e shofmi këtë punën e borgjit se i kemi obligim. Përbes obligime kemi. Hajde me i zënë e Zotit, nesër takomo midis katunit edhe e pleqnojmë këtë punë. Hajde me ndeq. Mirëmes. Vo më mjesi. Mirëmëngjesi Mik. Mirëmëngjesi. Au qoba i kështë freti që jo. Allah kësha fret, po isha lodhë prom për tesmës. Po. Po, mirë. A drejtë me thonë edhe unë isha lodhë dhe në dishka nuk jam bon rahat me gjumi, dishka do amë, do se di një zote be. Se di hajre bo zote vesh, pekish mi lodhë dje dhe... Po. Po mirë, që pete mirë. Drejtër me ta thonë, dishka natën nuk jam bon rahat. E kam menu gatë këtë punë. Edhe jam të menu me i marën qëto lira me shku të dera që t'in gatë me alan
me ra derës edhe me u largu se për besë po vjen shumë ranë për fëmijëve edhe për i grusë. Për bezë me mik, mire pas ke pleshnu. Edhe unë jam i mendimit. S'po muj me u bon ratë. Edhe unë jam i mendimit ta. Mire pas ke pleshnu këtë punë. A shkojmë? Hajde me izë me zorë, shkojmë për dalë. Oh! Merhaba burra. Merhaba. Po të shini konë, e një konë mira. Mirë. A kini punua? Ka pak valla. Jo një lodha, ja. Valla be, jem lo pak, e se të ditën pak me do pune me do halle. E mërë burra, ty ka zeni mesele. A ka bujrum? O, hajde bujrum! Hajde bujrum. Hajde mik, hajde. Hajde pja. Merhaba burra. Merhaba. Si, Mirë, aje mirë. mirë. Si ka lovësët? Mirë be mirë, mirë, shohim. Aje lo. Mirë. Vajle da shejkin e mund. Mirë, faleminderit. Shejki mund të u lovë. Vallaj. Çka me thonë, jemi lo bollë dhe po. Po. Shtu ka arë një farë kohë e pa kohë ka arë drejtën me ja thonën. Edhe drejtën dashën me ju kallëzu një farë ndodhjeshe nga ka ndodhë edhe mua edhe këti miku tem. Para do kohë po kemi halle, po kemi derte se cilin shpinë e vetë, në kulmin e vetë. E drejtën me thonë, na i herë veç duhet me drejtu të zotja që naltë për do punë se veç ajmë të në animu. I kam kallëzu edhe këti miku tem, shem ka ndodhën. Tu nga qeta o bula? Nga tjeta, A jeni si jeni? mirë djale si jeti. Mirë faleminderit. Jo si jeni, tu nga qeta. Si jeni? Nga jeni, nga na vjen në djallë. Shka kërkon në katunin tonë? Jam i këti katuni hoq. Ti i këti katunit. Po kam qenë për studime mu bon hekim dhe tash u ktheva mi shërbi vendit tem, I kujt jam re djallë ti? Gjemalit. Si Gjemalit. Ti djallë Gjemalit? Babi motin më ka ndru jetë. Po, zote pas më shëru. Amin. Kemi pas shumë pasuri nga gjyshi, po babi i harxhoi krejt edhe na la besa shumë keq. Djali Gjemalit. Për habi, ko kështë bo burë, po që besa edhe na jemi plak. E koha po ecë, shpejt po ecë. Një ditë, prej ditëve kërsiti dera, edhe dola me vrap. Mendova se po na bi dikush diçka me ngran. Po kur qela derën, sish askush vetëm një mindil para derës. Dhe kishin qenë ja 500 lira, edhe me ato fillova studimet. Lomi zot, na I ka sjellën njërin e shkollom në katon. Zoti të falë tanat mira ty edhe familjes nëne. Faleminderit prej Zotit që na I pron ato lira dhe vazhdova studimet. Zoti ish përbleft familjet tonë. Amin. 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 Me që me punë marrë aq. Edhe me të mira. Me të mira. Mira, rroga e mbarë. Faleminderit aq. Jo. Shërë e mara Gjale Gjemalit. Shëre Gjali Gjemalit. Shërë ku kam rrej.
E, mor Mikin. Zotin Allah, jam që ditë. Ato para që i lam, shku në vendin e vetë. Po, përbes, kam thonë njeri sa t'jeton edhe mëson. O, miku jam, është një kohë e çuditshme. E shetë që sjellë i Zoti. Nipi i tina më ba e kim, e me na shërbi kejt neve në katon. E, baba e tina, s'ka di që ka pas për para. Po një fjallë popullore thojnë, kur vim mend, ikin dhënd. A shkojnë? Hajde, me, hajde. E social. Koft dhe u i letë. Sepse ke meritu. U bon shumë vite që i shkove ka kjo botë. Por dëshira jote ishte që të shifsh nipat e tu të përparu. Edhe amanetin tënd. Krejt nipat e kanë qunë vend. Bile, njoni është bo doktor. Krejt ka tundi po i lavdron. A ma men, kur thojshe e rinis, ai që ka mjell, ka me kor. Prashe që jam, nipët e tu, kanë mjell, kanë mjell. Edhe shumë gjenerata kanë me kor.